Po kur folën të veprat penale, rasti i Podjevës, ne kemi edhe Dorasën, ndjeren që ka kry vepër penale vrasje. Por mos të harrojnë edhe ata tjerë, se është vepër penale edhe shtytja në vrasje, shtytja vetë vrasje, është vepër penale. Dhe tash ne shohim për shembull se çka ka ndodhur në Podjevë. Nësa dhonat që kemi, jo dhonat të dokumentuara, të provuara, po dhonat që Dorasja ka kërcënu vllaneve një orë më herët dhe bjen pyetja. A kena mujt na me reagu më herët? Po. Kjo është që na me provën Fatmir prej vitit 2006 thirrët projektet e paralajmërimit të hershëm, fëmija, të miturit, të rritur dhe të moshuar. Si mund të vim na deri te paralajmërimi i hershëm? Ka problemi këtu. Problemi është se te ky dezorganizimi social e kanë hupi besimin në institucionin, pushtete. Qoftë në legjislativ, në parlament, qoftë në ekzekutiv dhe në qoftë gjykata, populli ka humbur besimin. Pse? Unë i bindën që para vitit 99 kemi qenë shumë më të lidhur, kemi dhënë informatën. Dhe nëse ka ndodhur një orë përpara, ka kërcënu personi, dhe nuk është dhënë informata, nuk është lajmu institucioni. Tash na nuk më akuzu policinë, sepse unë shpesh e them pak shqip, policia ëndër nuk shet çka ka menduar. Policia punon si mas prove, fakte, informata, dhe na si qytetarë kemi obligim. Dhe nëse kemi na si qytetarë obligim, tash vjen kjo dezorganizimi social. Ne kemi hub besimin në institucione. Në gjitha institucionet Kosovë, dhe çka kur e hub besimin në shoqëri, e dezorganizuar siç jemi na për momentin, na kalojnë në vetgjyhtësi. Dhe shohim që për fajde, që për e kemi aty të patologjitë sociale, prostitucioni, bigjozi, ka kalu domon këtë në vetgjyhtësi, dhe unë i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës kujdes, se nëse ki drejt, është e drejta jote, por nuk ki drejt me